Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 22, data 22 dhjetor të 2025-ës. Kemi të bëjmë një ditë që nga njëra anë na jep shumë, që në anën tjetër na e merr me përqindje. Kjo do të thotë pikërisht kjo ditë është një ditë që vërtet ka të bëjë shumë me çështjet nga më të ndryshmet, sepse pikërisht data 22 do të thotë që Afrodita në katërkëndësh me shëqetarin me Saturnin tek Peshqit. Kjo është një kënd mjaft i vështirë në lidhje me disa kufizime që na pëlqejnë, po mirë na bën një, sepse ka të bëjë shumë me financat, na tregon pasigurinë, ndërsa duhet të shohim dëshirat tona, të ndezin pasiguritë tona. Kjo do thotë në ndikimin që ka të bëjnë me binjakët, virgjeresha, shëqetari, Peshqit, të ditëlindjes dhe sidomos të ditëlindjes të tretë, duhet të jenë të kujdesshëm në këtë aspekt. Mirë është që sa më të kujdesshëm të jeni, aq më mirë është për juve për të zgjidhur çështjet problematike në anën tuaj, sepse është një mundësi, është një kohë në përshtatshmëritë që do të keni juve, ose pritshmëritë që juve doni të keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse lidhet shumë me karrierën, po një nga anët e tjera që do të thotë në bisedime, kjo ditë është një ditë mjaft kërkuese për gjëra që doni të bëni, për mundësitë që do t'ju jepen më vonë, sepse nëse të marrim tani, për shembull, flasim në anën tjetër të gjërat i lëm pas dore, unë do thosha që pikërisht në këtë ditë kaq mbase e vështirë në plan të parë, por fillimi i javës, fillimi i çështjeve, një javë të mbar ju uroj. E mbarë ka për të qenë në anën e ndikimeve të punës ose mbylljen të kontratave të rëndësishme, se jemi afër Krishtlindjeve dhe kjo na bën që çdo gjë që niset ose duam të bëjmë diçka në lidhje me punën tonë, të stabilizojmë ekonominë dhe gjërat e tjera. Por megjithatë, kjo ditë është një ditë që supozohet që ka të bëjnë me anën e financave, ka të bëjnë dhe me biznesin, ka të bëjnë edhe me para cash. Për ju që keni tregti për shembull, ose që merrni me gjëra të tjera, duhet pasur shumë kujdes, ju të më nxitoheni. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, fillim jave, si dita e hënë, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që